Nëse prokuroria mund ta vërtetoj se prejardhja e këtij dokumenti ka qenë një dosje elektronike në njësinë e paraburgimit, për të cilën zoti Smaka s'ka asnjë lloj dienie, atëherë duhet ta shohim nga provat. Prova duhet të tregojnë që kjo dosje elektronike nuk mund të printohej pa kaluar në duart e oficerit të paraburgimit. Nuk po fajsoj askënd, ta kemi të qartë. Por argumentet e mbrojtjes janë këto. Kemi nevojë për një shpjegim alternativ si përfundoi dokumenti në duart e ZPS-s. Si arriti? Sepse dokumentin e ka marrë me ZPS-ja prej një oficeri të paraburgimit. Dhe nëse ka qenë në automjetin e zotit Smakaj, atëherë e ka vendosur qëllimisht ZPS-ja në automjet, vetëm që t'i atribuoj dokumentin zotit Smakaj.